për të mos pasur as zëra kundra, as komente kundra, as gjëra që mund të bëhen virale. Neza dhe Dedaj. Besoj jetë dakord Everest. Qeveria e ka të domosdoshme në këto kushte ku është në nivel për shkak të niveleve të larta të korrupsionit, të lidhjeve me krimin organizuar, me problematika të mëdha në fushën ekonomike, veçanërisht pastrimin e parave në ndërtim, turizëm e tjerë, e ka të domosdoshme të heshë zërat publik dhe një ndër mënyrat më efikase, më të shpejta dhe me një produkt më konkret është censura. Vendimi i qeverisë për mbylljen e TikTokut ishte pjesë e kësaj censure, pavarësisht se lidhej kryesisht me fushatën elektorale që do fillonte ato ditë pas marrjes së vendimit. Një arsye tjetër shumë e fortë është e përmendi dhe Everesti pak më parë, është fakti se TikToku ka një audiencë kryesisht të rinj dhe ku propaganda e qeverisë përmes mjeteve të tjera është shumë vështirë të qarkullojë te ky grup shoqëror, te kjo moshë. Ndërsa TikToku duke qenë i lirë mund të reflektonte edhe tek vota ose vendimarrja e votës së këtyre grupeve të rinj, të cilët mund të ndryshonin rezultatin e paracaktuar të qeverisë në zgjedhjet parlamentare. Kjo bën qeverinë, megjithatë duhet të thënë që qeveria e ka kthyer në praktik çështjen e censurimit të mediave të lirë, jo vetëm në nivelin e mediave, jo vetëm në nivelin e rrjeteve sociale, por edhe në diskursin apo narrativen që përdoret në institucione. E tillë është censura në parlament, përmes të cilës ata ja dalin që duke ndryshuar rregulloren e parlamentit dhe ndonjëherë duke mos respektuar atë rregullore e cila favorizon mazhorancën, të ndalojnë çdo iniciativë të opozitës në parlament, ndërkaq kohët e fundit ne kemi parë se si kjo censurë vijon edhe brenda forumeve të Partisë Socialiste. Vetëm pak ditë më parë ai urdhëroi një prej zërave më të spikatur të së-majtës Spiro Palin, kryeministri urdhëroi që mos të flasë më, domethënë mos të ndërtojë më debat, për ndryshe do përjashtohej nga partia. Dedaj? Flavio, është mendimi im dhe argumenti im. Ai median e kontrollon. Pra janë shumë pak media të cilët janë nën influencën e qeverisë dhe kur janë nën influencën e qeverisë tenton t'i vejnë nën kontroll të bizneseve të cilat janë nën